Zoti Dobi, zonja Rama, kënaqësi që u kishim në komision dhe ditë mbar. Ndërkohë kalojmë pikën e 3 të rendit ditës që u bë pika e 4, që është shqyrtimi nen për nen i projektligjit për disa shtesa dhe ndryshimin e ligjin 8891, datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit. Unë do të propozoja 20 minuta pushim, me qënë se nën kryetari i komisionit, zoti Bylykbashi, ka kërkuar që në shqyrtimin e këtij projektligji të jetë prezent për të mbajtur një qëndrim në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ose që ne, grupi parlamentar ka hierarki, kështu që mund të mësohesh me këtë lloj hierarkie, sepse është kërkesë që është dakordsuar që dje. Është një ligj që do duhet të ketë edhe qëndrimin e atyre. Lutem shumë, për nenin 2 ke propozim, lutem. A mund të bëj? Shiko, lutem, më fal. Jemi korrekt me njëri tjetrin. Ju s'mund të më impononi dhe mendimet. Jo, nuk është imponim mendimi. Diskutimi parimi i këtij projektligji është bërë për nenin 2, mere nëse ke propozim konkret për nenin 2, ose për dhënë qëndrimin tënd për nenin 2, më thuaj. Për nenin 2 po duhet të bëj. Por diskutim në parim për projektligjin është tesauruar. Ju vetëm mua më ndërprisni fjalën. Jo, mos është puna ta ndërprisje, ai për nenin 2 foli. Sënon, ai pati një qëndrim për nenin 2 lidhur me objektin. Tani për nenin 2. Po për nenin 2 e kam. Tani, po ç'lidhje ka kjo drejtësi? Po dua të bëj Ka për kontekstin. përfytit drejtësinë, neni 2 që ndryshon nenin 5 ligjit për komisionet Nuk hetimore. është fakt tani. Tani un kam të drejtën të shpreh mendimin tim sipas Shkurt. Me që jemi po tek neni 2. Edhe ju lutem mos më ndërprisni që ta mos e kthejmë në një debat, më mirë ta kthejmë në një paraqitje argumentash. Pse ne jemi kundër këtij projektligji në tërësinë e vet, por edhe veçanërisht për nenin 2. Së pari, unë dua t'ju kujtoj ju dhe të gjithë komisionit nenin 77 të Kushtetutës, që është shumë i qartë. Nuk ka nevojë për asnjë interpretim. Neni 77 i Kushtetutës, pika 2, sankcionon. Kuvendi ka të drejtë dhe me kërkesë të 1/4 së të gjithë anëtarëve të tij është i detyruar të caktoj komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë. Neni 77 pika 2 e Kushtetutës nuk e detyron Kuvendin që të gjejë një konsensus mes mazhorancës dhe opozitës në lidhje me objektin e hetimit. Është Kushtetuta. Tani ju keni sjellë një projektligj me super fuqi, pra që shkel Kushtetutën, kërkon ta kapërcej edhe këtë nenin 77 dhe kërkoni që ne t'i japim konsensus. Dhe pak më parë po shpjegoja kontekstin në të cilin vjen ky projektligj. Kur ju e keni kapur drejtësinë dhe nuk i keni lënë mundësi interesit publik të prevalojë mbi interesin politik të kësaj mazhorance dhe mbi të gjitha kur keni rrëzuar një sër kërkesash për komisione hetimore nga ana e opozitës. Tani mendoni që me një ligj të thjeshtë të propozuar nga Taulant Balla, ju të ndryshoni Kushtetutën. Tani, a ka sens të paktën të bëni serioz në raport me Kushtetutën, se nuk po i kërkoj të bëni ndonjë interpretim të thelluar ligjor. Është neni 77.2. Në momentin kur 1/4 e Kuvendit kërkon komision hetimi, ky komision hetimi ngrihet. Ku e lexoni këtë fjalë? Duhet patjetër konsensus me, pastaj konsensus me kë? Me një shumicë e cila ka bllokuar hetimin parlamentar, me një shumicë e cila ka kapur drejtësinë dhe nuk ka hetim fare këtu, apo jo? Këtu ka vetëm gjyqe politike, apo jo, dhe qëndrime politike të një mazhorancë e cila nuk ka vullnet të hetoj antarët e vet. Dhe kemi rastin e fundit në të GKK-s që atëherë ka të tjera sugjerime për nenin 2? Nuk ka. E hedhim votim sipas propozimit të nismëtarëve dhe të dakordsuar dhe me relatorin. Neni 2 pro, kundër 3, asnjë abstenim. Miratohet edhe neni 2, i cili në thelb ka shtuar një fjali as më shumë dhe as më pak, siç ka kaluar dhe në Këshillin e Legjislacionit, dhe që është një reflektim i asaj çka ka thënë gjykata kushtetuese, që për objektin duhet të ketë
formulim konsensual. Pra, ato që thot kushtetuta që për objektin e hetimit duhet ketë konsensus mes dy palëve shumicë pakicë është fut dhe në ligj. Dhe pakica parlamentare që t'jemi se tani zoti Blushi sa i takon komisioneve hetimore këtu në këtë komision jemi të paktën 2 kolegë, unë dhe zoti Bylikbashi kemi marrë pjesë në shumë komisione hetimore. Dakor, të lutem. Dhe kur lexon 77-ën e kushtetutës, lexo edhe 3-shin e 77-ës. Lexo edhe 3-shin aty. Komisionet e hetimit veprojnë sipas procedurës parashikuar me ligj. Po, dhe ky ligji që ne po bëjmë këto ndryshime sot, zbërthen ato që ka parashikimin e 77. As më shumë dhe as më pak kemi thënë ato që kanë thënë disa vendime gjykatës kushtetuese që duhet plotësohen në mënyrë kumulative 3 kushte, po te objekti i hetimit duhet ketë diskutim, sepse opozita mund të kërkojë një komision hetimor edhe për çështje që si takon fare natyrës parlamentare. Një objekt hetimi, po jo më ka ndodhur, si s'ka ndodhur. Dhe kemi patur diskutime për objektin, e kemi dakordsuar objektin dhe është ngrit komisioni hetimor. Tani, pakica sot thot këtë. Nëse ju bëni riformulimet të objektit dhe ne simi dakord me riformulimin e objektit, ju jeni detyruar thot ta ngrini komisionin po të shkoni në gjykatë kushtetuese. Jo, është inverse kjo gjë. Nëse ne bëjmë riformulimet të objektit dhe ju si pranoni, ju s'mund ta ngrini pa ne komision. Kjo është e gjitha. Dakor? Ju të mësotin dhe as ka diskutime për këtë. Neni 3. Jo, një sqarim për qendrim. Jo merre fjalën ke neni 3. Jo, sqarimin e opozitës se thot për opozitë. Opozita nuk po thot këtë që thot ju, sa po thot. Opozita thot, ne kemi drejtën kushtetuese ta ngrejmë komisionin, s'ka problem. 1/4 e deputetëve ta, ndërsa tek objekti vendimi i gjykatës kushtetuese thot, në rast se ne shkelim parimet kushtetuese, atëherë pjesa tjetër e kuvendit riformulon objektin komisionit. Po në rast se tha zoti Bylikbashi, po lutem. Të thot opozita. Të lutem se unë jam shumë o zoti Ndoja. Unë jam korrekt me çfarë. Jam shumë i qartë në ato që flasore. Po edhe unë se kam lëviz asnjëherë këtë qendrim. Tani ju e keni citoni kushtetutën dhe ligjin, ne kemi patur raste praktike të diskutimeve lidhur me objektet e komisioneve hetimore. Dakord? Ka ardhur kërkesa për komisionin hetimor, nuk kemi qenë dakord ne me objektin, kemi bërë riformulime. Është dakordsuar me opozitën, ka patur raste, objekti komisionit është ngrit komisioni hetimor. Tani, me aq sa u diskutua këtu, dhe unë i referohem kolegut Bylikbashi, thot, në qoftë se ju pas riformulimeve që do të na i sillni ne, thot, si pakic që ka kërkuar ngritjen e komisionit, do ulemi të diskutojmë. Nuk jemi dakord me riformulimet që ju bëni lidhur me objektin, nëse e zvoglojnë apo e kufizojnë objektin e komisionit hetimor, ju jeni të detyruar të pranoni ato që kërkon pakica. Ndërkohë që ne themi çnov pyetja shtrohet, çnov në rast se pakica, pasi i merr riformulimin e objektit nga ana e majorancës, thot jo, ky riformulim objekti, si mas këndvështrimit të opozitës, e kufizon objektin e komisionit hetimor dhe ne nuk jemi dakord. A mund ngrihet ky komision hetimor pa dakordsinë tonë? Jo, sepse në mënyrë kumulative duhet plotëson të 3 kriteret dhe një nga kriteret është objekti i dakordsuar. Po pikërisht atë, që ta ndaj qendrimin tim personal atëherë. Po dakord, nuk po flas për qendrimet e ndave të qendrimit tënd personal. Jo, është ky që kushtetuta e thotë shprehimisht. Ju me këtë ligj mund ta bëni. Absolutisht, po ligji nuk e ndalon kushtetutën. Tani, unë them, po kush po e thotë që ligji ndalon kustetutën? Ja ta sqaroj atëherë mendimin tim personal, mos të jem pjesë e asaj se ndoshta ka keq kuptime. Unë them, vendimarrja për krijimin e një komisioni posaçëm hetimor nuk është më vendim, as duhet kalojmë në votim fare për shkak se e thot kushtetuta 1/4 e deputetët nënshkruajnë për ngritjen e komisionit dhe thonë edhe objektin. Tani, në rast se pala tjetër do ta zgjerojë objektin e komisionit hetimor punës komisionit, do ta zvogloj apo mendon se për ta zvogluar se zvoglon, po mendon vetëm që kjo është në shkeljet parime kushtetuese, vetëm në atë moment mund të riformulojë këtë gjykata kushtetuese. Sepse po të arrihet dakordësimi, siç thoni ju që në momentin e parë, atëherë i bie që rrëzohet komisioni, nuk krijohet kurrë.
Pra komisioni krijohet, ka dhe objekt nga ata që e përcaktojnë, në lidhje me objektin e komisionit, pala tjetër nëse mendon që është në kundërshtim me parimet kushtetuese, këtë thotë gjykata ndryshon. Pra ky është qëndrimi im personal. Dakord, Ore këto po diskutojmë, të lutem. Këto po diskutojmë edhe ne këto. Tani kalojmë tek neni 3. Zonja Bylykbashi për nenin 3? Dakord? Atëherë neni 3, kush është dakord? Po? Për nenin 3 zoti Bylykbashi ka të bëjë me marrjen e vendimeve. Jemi rikthyer variantit të parë të komision të ligjit për komisionet hetimore. Atëherë praktikisht një nga gjërat që funksionoi për një periudhë caktuar në për komisionet hetimore ishte që kur kërkohesh marrja e provave, nuk ishte kufizim. Funksiononte. Merren provat, shqyrtohen nga komisioni, çmohen, ato që janë relevante pranohen, ato që janë relevante nuk përfshihen në gjykimin që bën komisioni. Sepse në fund fare, logjika që kërkon kushtetuta është që nëse ka një çështje që në shërën dakord, po kjo duhet hetuar në funksion të asaj që është detyrë e parlamentit. Dhe në fund provat janë të tilla që nuk ka diskutim çfarë diskutosh aty provat, të çojnë konkluzione si për ndryshuar ligj, si për të referuar dikë për hetim penal, apo masa të tjera, komisioni hetimor del me një raport. Pavarësisht se ajo që presim të gjithë është që komisioni hetimor dal me 2 raporte s'do bie dakord. S'është e vërtetë. Mund dilet edhe me një raport. Ka patur dhe raste të tilla në shkuara.